pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Kur lutesh, fal. Dhe kur qëndroni duke u lutur, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe ati juaj që është në qej t'ju fal mëkatet tuaja. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, vargu 25. Nga të katërt ungjit, asnjë nuk është aq në thelb dhe i drejt për drejt se sa të dhënat për jetën e Jezusit të shkruara nga Marku. Për shkak të marrëdhënies së tij të ngushtë me Pietrin, i cili vetë ishte shumë i hapur, person që nuk linte asgjë pa thënë, shumë studiues besojnë se Marku thjesht reflektonte mendimet e Pietrit. Duke pasur këtë në mendje, duhet t'ju kujtoj se disa nga fjalët më inkurajuese dhe më pozitive të Jezusit janë shkruar gjithashtu nga Marku. Për shembull, Marku na tregon për kohën kur Jezusi po fliste me dishepujt e tij dhe tha: "Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni." E gjejmë këtë tek Ungjilli i Markut, kapitulli 11, vargu 24. Më pas Jezusi tha: "Dhe kur qëndroni duke u lutur, nëse keni diçka kundër ndokujt, faleni, që edhe ati juaj që është në qej t'ju fal mëkatet tuaja." Vargu 25. Mendoni për këto fjalë. Kur të qëndroni duke u lutur, falni. Ju mund të mendoni, po dale pak, ç'lidhje ka Perëndia me marrëdhëniet e mia me njerëzit? Për ta thënë me një fjalë, gjithçka. Lutja reflekton një marrëdhënie vertikale midis jush dhe Perëndis. Por falja është një pamje e marrëdhënies horizontale midis jush dhe dikujt tjetër. Jezusi thotë se lutja personale dhe që merr përgjigje varet nga marrëdhëniet tuaja me të tjerët, si dhe me Perëndin. Por ne nuk duam që të jetë kështu. Ne preferojmë të marrim atë që duam nga Perëndia, në të njëjtën kohë kur i shtypim njerëzit ose jemi të zemëruar dhe ruajmë mërinë ndaj tyre. Por kjo nuk funksionon. Menjëherë pas Jezusi u dha dishepujve lutjen, që ne e njohim si lutja e Zotit, ai tha këtë: "Sepse nëse ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, ati juaj qellor do t'ju falë edhe juve. Por nëse ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as ati juaj nuk do t'ju falë ju gabimet tuaja." Mateu 6:14-15. O njëra, o tjetra, nëse doni faljen e Perëndis, duhet mësoni t'i falni të tjerët. Nëse doni që Perëndia t'i përgjigjet lutjeve tuaja, ju duhet ta largoni mërinë dhe ta lini atë të merret me situatat. Pyetja që kam është kjo: pse është kaq e vështirë ta bësh këtë? Përgjigjja është që ju mendoni se jeni më shumë në kontroll, më përgjegjës, kur jeni të mbushur me zemrim. Por është krejt e kundërta. Gjithashtu mendojmë se të falësh dikë do të thotë se je i dobët, do të thotë ti dorëzohesh tjetrit dhe të dështosh. Por asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Duhet heqim dorë nga kjo. Biblia na mëson se të falësh dikë do të thotë të heqësh dorë nga e drejta jote për të lënduar dikë, duke qenë se edhe ai të ka lënduar. Nuk do të thotë ta lësh tjetrin pa marrë atë që meriton, por t'ia dorëzosh atë Perëndis. Dhe më besoni, kur e bëni këtë, barra largohet dhe zemrimi dhe urrejtja në zemrën tuaj zëvendësohen nga dashuria e Perëndis. Një rabin, i cili kishte humbur familjen e tij gjatë Holokaustit, tha se ai e kishte falur Hitlerin për humbjen e tmerrshme që ai kishte duruar, sepse ai kishte zgjedhur të mos e merrte Hitlerin me vete në Amerikë. Kjo është urtësi. Në librin e tyre, Si të falësh kur nuk di se si falet, autorët Mary Grant dhe Jackie Bishop kanë shkruar: kur ti fal, rishpalos fuqin për të zgjedhur. Nuk ka rëndësi nëse tjetri e meriton faljen. Ti meriton të jesh i lirë. Nëse merrni kohë të bëni një studim rreth mënyrës se si fjala falje është përdorur në Bibël, ju do të mësoni se në pjesën më të madhe kur përdoret, ajo lidhet me përgjigjen e individit ndaj gabimeve që të tjerët kanë bërë ndaj tij, jo me faljen që unë i kërkoj Perëndis për të tjerët që kanë gabuar. Këtu përfshihen gabimet që burrat ose gratë bëjnë, që vëllezërit ose motrat bëjnë, që kolegët e punës bëjnë, që fëmijët dhe miqt bëjnë. Alexander Pope dikur shkroi: të gabosh është njerëzore, të falësh është hyjnore. A e dini çfarë? Ai kishte të drejtë. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.